يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حمد dhe të gjitha falënderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala krijuesit të gjithësisë salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah I ka bërë këtë agjerimi dhe çdo ibadet tjetër që e bojmë për Allah subhanahu wa ta'ala. Prom fillon të flas ndeshja lidhje me besimin në ditën e fundit. Pastaj në fund folëm diçka lidhje me xhenetin dhe tham sonte do të vazhdojmë të flasim diçka me përshkrimin e xhenetit mbas Kuranit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu duke shpresuar te Allah subhanahu wa taala që të na bën banor të xhenetit. Të flasësh për xhenetin ka shumë ajete dhe hadithe dhe thonjë të dietarëve se si e kanë përshkruar xhenetin. Por Allah xhaleshanu me një hadith kudsi thot fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ka në xhenet çka syri se ka pa, veç nuk e ka ndëgju, as mendja nuk ja ka marrë askujt. Pra xheneti bukuritë e saj për disa ne ka përshkruajtur Allah xhaleshanu në Kur'an, pejgamberi alayhis salam hadith të tij, natën e Mi'rajit pejgamberi alayhis salam hini në xhenet e pa xhenetin, por detajet e xhenetit ka shumë që janë të fshehura, nuk I din askush përveç Allah subhanahu wa ta'ala. Pra që I ka përgatitur për banorët e xhenetit, sidomos për të devotshmit, apo për pejgamberët, për njerëzit e mirë, ato të mirët e xhenetit që janë të përgatitur për ato, nuk I din askush përveç Allah subhanahu wa ta'ala. E na sonte inshallah do të mundojmë ta përmendim një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur e përshkruan xhenetin. I përshkruan lumet e xhenetit, bukuritë e xhenetit, erën e xhenetit e kështu me radhë. Një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha sahabëve të tij, hal mushammirun lil janna. A ka ndikush që dëshiron të përpiqet për xhenetin? Pra ka dikush që munduhet të punon e ta fiton xhenetin? Pra ka për ju dikush që kanë dëgju për xhenetin, e din xhenetin, edhe mundohet ta fiton xhenetin, pra të punon për xhenetin. Pra ka dikush që përpiqet, që mundohet për xhenetin. Fa innal jannata la khatara laha, sepse xheneti nuk ka të krahasuar. Pra nuk ka diçka të ngjashme me xhenetin. Sado të jenë të mirët e kësaj bote, bukuritë e kësaj bote, jeta e kësaj bote, sado që të jetë e bukur, e lumtur, prap gati është si asgjë nga xheneti. Pastaj fillon pejgamberi alayhis salam, pasi që thotë sepse xheneti nuk ka të krahasuar, vazhdon dhe e përshkruan xhenetin duke thonë: "Hiya wa rabbil ka'bati nurun yatala'la." Thot pasha Zotin e Ka'bës, betohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pasha Zotin e Ka'bës, nurun yatala'la. Xheneti pra ai është një dritë që shkëlqen. Pra ne apelizojmë hadithin shtonë komplet, pastaj mundohem pak me spjegu fjalë për fjalë. Thotë raihanatun tahtaz, një ermir që lëkundet. Wa qasrun mashid, një pallat I ngritur. Wa nahrun muttarid, një lum I rrjedhshëm. Wa fakihatun kathiratun nadija, fruta të shumta dhe të pjekura. Wa zawjatun hasna'u jamila, një bashkëshorte e bukur dhe e hishme. وحلل كثيرة في مقام أبدي في حضرة ونظرة. Rroba të shumta në një qendrim të përjetshëm me gëzim dhe shkëlqim. Po ashtu pejgamberi alayhis salam ja përshkruan sahabët e tij xhenetin. Tash thonja pejgamberit alayhis salam, fa inna al-jannata la khatara laha, xheneti nuk ka të krahasuar, do të thotë nuk ka asgjë të ngjashme me të. Sado që të flasësh për bukuritë e kësaj bote, prap nuk I përngjan xhenetit. Sado të flasësh për jetën luksuze në këtë jetë,
merre më të mirën, kush e ka jetën më luksoze këtë botë, miliardera, multimiliarder merre donja, që nuk prek që ka në një punë të vogël me dorë, nuk ka asnjë mund në këtë botë. Pejgamberi alayhis salam thotë, sikur ta zgjedh me njeriu që ka hekur më shumë këtë botë, ka pas më shumë mundime, probleme, gale, derte, mos zë ka pas jetën. Nëse çat person e merr vetëm me fut në xhenet edhe nxjerr prej xhenetit, më thon ki pa ndonjëherë keq, ka më thon kur s'kam pa keq. Vetëm me fut në xhenet edhe me hek. Jo më në disa minuta një kohë gat, vetëm me fut në xhenet edhe me hek. Edhe më thon ki pa ndonjëherë ndonjë të keq, ndonjë mund të gale derte, thot kur s'kam pa. Kur s'kam përjetuar. Thotë nëse e morë një njeri i cili më shumë të aknosh këtë botë, i ka pas gjithë ato mirë të kësaj bote. Thotë nëse e morë me futmi në xhehenem dhe nxjerrën më thon ai ke qenë në lumtur, thotë kur s'kam qenë i lumtur. Pra kështu e përshkruan pejgamberi alayhis salam xhenetin dhe xhehenemin. Pra lumturit, kënaqësitë e kësaj bote sado që janë të mëdha, nuk i përngjajnë xhenetit. Pastaj thonja pejgamberit alayhis salam, hi wa rabbil ka'bati, për Zotin e Ka'bës, pasha Zotin e Ka'bës, thot pejgamberi alayhis salam betohet për Zotin e Ka'bës se ajo pra është një dritë që shkëlqen në xhenet, që do të thotë se xheneti nuk ka nevojë për diell dhe për han. Nuk ka arsi në xhenet, sikur në këtë botë që ka pas, por koha e ditës dhe e natës dihet nga një shenjë që Allah xhaleshon e ka vendosur për xhenetin. Pra ditë kur fillon dita, kur mbaron dita në xhenet. Ama nuk ka terr në xhenet. Nuk ka diell, nuk ka han, nuk ka diell me perëndu apo me lind. Sepse hi nurun yatala'la. Në xheneti pra është një dritë që shkëlqen. E ku thon një dritë që shkëlqen, do të thotë nuk ka nevojë atë as për diell, as për han, sepse aty nuk ka terr sikur në këtë botë dhe Allah xhaleshon e ka vendosur një shenjë e cila tregon për fillimin dhe mbarimin e ditës. Ajo drita që shkëlqen në xhenet, thonë dietar sikur ne me shikimin tonë të kësaj bote të jemi në xhenet, do të kemi humbur shikimin nga ajo dritë e fortë që shkëlqen. Por xheneti do të kenë xhenet me një shikim, me një të pamër më të fortë se kjo. Shikimi i cili është i përjetshëm. E për këtë thonë dietar në lidhje me të pamërit e Allah, se xheneti kanë me pa Allahun, çka thonë i përjetshmi nuk shihet me sytë e përkohshëm. Pra me sinjtë të tashëm që kemi këtë botë, por i përjetshëm, pra Allahu shihet me sinjtë e përjetshëm. E për këtë dritë e shkëlqishme e xhenetit që shkëlqen në xhenet, thonë dietarët nuk ka me shikimin e kësaj bote e humbin banorët e xhenetit shikimin, por e kanë shikimin që e kanë banorët e xhenetit të përjetshëm. Nëse një grua nga gratë e xhenetit, siç i ka përshkruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka përmendur hadithet e tij, thotë nëse ajo do të shfaqej në këtë botë, do të drejtohet gjithçka midis linjës dhe perëndimit të diellit. Atëherë si mund të ketë errësi në xhenet? Kurse një grua e xhenetit nëse shfaqet në këtë botë, vetëm pak një moment, thotë do ta ndriçojnë linjën perëndim këtë botë. Në të qase janë shkëlqishme apo të ndryshme banorët e xhenetit, sidomos për gratë të cilët i ka përshkruar pejgamberi alayhis salam në hadithet e tij. E për këtë thotë si mund me pas errësi në xhenet, kur banorët e xhenetit janë që ndriçojnë. Nuri, drita e xhenetit është që shkëlqen. E për këtë s'ka mundësi me pas atë errësi, terr apo me pas diell ose han. Pastaj pejgamberi alayhis salam thotë: "Wa rayhanatun tahtaz", një ermir që lëkundet, do të thotë xheneti është përplot gjelbërim të freskët, me një pamje të pëlqyeshme, pra që e pëlqen njeriu, se donjëherë mund të kenë diçka pamje e bukur, po dikush të pëlqen. Për shembull të mirë të kësaj bote, dikush e pëlqen një pamje, shembull thënë një park, me gjelbërime me gjithë ato mirë, po dikush i pëlqen. Diku i pëlqen një ndërtesë, tjetër nuk i pëlqen. Diku i pëlqen një mal, një kodër, diku tjetër nuk i pëlqen. Kurse të mirët e xhenetit, pamjet e xhenetit janë të pëlqyeshme, domethënë gjithkujt kanë më pëlqen. Banorët e xhenetit. Nuk ka sezona në xhenet për frutet si këtë botë. Por në këtë botë kemi disa frute bondime, disa verë, disa pranverë, disa vjesht, ndonjëja do ftohtë, ndonjëja do nxehtë kështu me radhë. Për frutet e xhenetit nuk ka sezona. Por në çdo kohë çfarë do që dëshiron të hash, e gjen më një herë të gatshme. Allah i lartësuar thot në Kur'an lidhe me frutet e xhenetit,
la maqtu'atin wala mamnu'a. Ata as të ndërprera, as të ndaluara. Pra frutet e xhenetit nuk janë as të ndërprera që ndërprej për shembull u kri valla kjo sezon, tash shnosh më në vitin e ardhshëm. Po as të ndaluara nuk janë të ndaluar për banorët e xhenetit. Domethënë rregullisht, vazhdimisht i kanë frutet e xhenetit të gatshme banorët e xhenetit. Nëse besimtari është ulër ose i shtrirë dhe dëshiron të hajë nga një pemë e xhenetit, nuk ka nevojë tash më u kap në për rrejma, në për degë me hip me ngat një frutë prej frutave të xhenetit, por ajo anon vetvetiu nga ai që ta morë prej saj çfarë të doje. Pra jo afrohet pemja afër, edhe më çka të don. Nuk ka nevojë më gërvishe me hipe, jo pengat, jo më ngat, bëma një shkop, bëma një guri, ta gjuje ta. Jo, vetë që afrohet pemja edhe merr prej asaj na çfarë të don. Pastaj kthehet në gjendjen e saj të mëparshme dhe Allahu më njëherë e zaventson atë që është marrë. Pra ai që mor një frut, më njëherë zaventson në tjetër vend të asaj. Afrohet ai pemja afër teje, e merr. Në vend të asaj del më njëherë në tjetër, edhe pemja kthehet në vendin e saj, në gjendjen e saj të mëparshme. Kjo krejt për çka? Shërbim për banorët e xhenetit. Për kan? Për ata që kanë jetuar me la ilaha illallah dhe vdesin me la ilaha illallah dhe hinë në xhennet. Xhennet do të him me mëshirën e Allahut, jo me veprat tona, se me veprat tona na kurse ne fitojmë xhennetin, por në xhennet him me mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. E për këtë nuk është e arsyeshme njeriu ta humbë këtë xhennet për të mirë të kësaj bote të cilat janë të përkohshme, të cilën ndonjëherë edhe njeriu më nuk i pëlqen. Njëku i pëlqen një vit, 5-10, pastaj nuk i pëlqen, ju gërditën këto të mirë të kësaj bote. Të mirë të xhenetit janë të pafundshme, banorët e xhenetit nuk kanë fund, edhe kënaqësi dhe lezetët e xhenetit nuk kanë asnjëherë fund. Pra çdo pemë në xhenet ka trungun prej arit. Trungu i saj është prej arit. Dhe kur ato lëkunden, ato pemë të xhenetit kur lëkunden, prodhojnë një tingull, një zonë jashtëzakonisht të bukur që i mahnit dhe qetëson shpirtrat. Në dhe pejma e xhenetit, trungun e ka prej arit, kur lëviz dhe njëherë e nxjerr një lloj zoni. Ai zoni as sa është i bukur, i mahnitshëm, e qetëson shpirtin e besimtarit në xhenet. Imam Buhariu rahimullah transmeton se në xhenet ka një pemë e cila pemë quhet Tuba. Një pemë prej pemëve të xhenetit ka një Tuba. Në hijen e saj, as është e madhe dhe e bukur, e heshme, thot pejgamberi alayhis salam hadith, thot në hijen e saj një kalorës do të mund të udhtojë për 100 vjet pa kaluar atë. Pra hija e saj pemës Tuba, as është e madhe, e kjo nuk është një pemë për këtë banorët e xhenetit, për një mahall, për një katon. Është për personin, për individin që e ka një pemë në xhenet, Tuba, hija e saj pemës, thot një kalorës me udhtu 100 vjet suni del në fund asaj hijës. E kujna ajo është e një xhenet lijes. Po që të xhenet lije ka, që të xhenet lije ka, domethënë pemë e xhenetit e cila quhet Tuba. Kjo pemë plus kësaj që ka hijen e madhe, kjo pemë lëshon rroba për banorët e xhenetit që ata i veshin. Pra prej asaj pemës dalin prodhon apo dalin rroba për banorët e xhenetit. Rrobat e tyre janë prej mëndafshit, të holla dhe të trasha. Arabisht thonë sundus dhe istabrak. Pra në gjuhën arabe ku përmenden në Kur'an dhe hadithe pejgamberit alayhis salam, thotë janë min sundus o istabrak. Pra janë të mëndafshit, të holla, të trasha. Kranët që i kanë banorët e xhenetit, thotë pejgamberi alayhis salam, janë prej arit. Domethënë na këtoj përmend pejgamberi alayhis salam në hadith, po prapë na suni imagjinojnë se si janë. Se na mina la shkon menja një kran i kësaj bote i arit. Si është i ka flok me ta dhe u kri. A qëtër është, qëtër bukuri ka, qëtër lezet ka, qëtër knatësi ka në të mirët e xhenetit. Dhe gjuha me të cilën flasin banorët e xhenetit është gjuha arabe. Pejgamberi alayhis salam thotë du gjuhën arabishën për të ri. Thotë sepse në arabisht ka zbrit Kurani, unë jam arab dhe gjuha e banorët e xhenetit është arabishja. Këtë ka dashur Allahu, i pëlqen ku i pëlqen, pa punë është. Që qohë të një shqiptarë thotë, që kemi në të nërë, shpesh, unë e thëmë, shpesh shtone, kur të fulin për xhenetin e për xhenemin,
Se në xhenet kanë hyrë vetëm besimtarët, vetëm ato që besojnë në Allahun. Në xhenem hinë ato që nuk besojnë. Kush do le të jenë ato që s'kan besuar? Nëse ka vdek pa besim në Allahun, besim të drejtë të vërtetë, në xhenem përgjithmonë. Po kush jeti hoxha tash me vendos? Unë nuk jam të vendos. Ne i transmetojmë ato që ka thënë Allahu. Allahu është krijuesi i gjithësisë. Edhe i jo besimtarëve, edhe i besimtarëve. Allah është krijuesi i xhenetit, edhe i xhenemit. Ai ka treguar në Kur'an se kush për xhenet e kush për xhenem. Nuk ka treguar me im, na më thon filoni, pse po rebo Lehbin për shembull thuhet, për Faraon është i përmend, a di se për xhenem. A më kishon përgjithësi për njerëzimin. Nuk shkruhet atë filoni në xhenet, filoni në xhenem, filoni në xhenet, filoni në xhenem. Atë tregon Kur'an se kush vdes me la ilaha illallah, kush beson në Allah, kush beson me lajket, pejgamberët, ditën e gjykimit, librat, caktimin e Allahut dhe vdes me këtë iman, fundit i janë xheneti. Tash na nuk do të morrim me emra, po filoni, valla ka shumë adhetar, shumë kombëtar ka luftuar për kohë për asaj. Nëse s'ka besuar për në Allahun, ai vjen nuk e ka në xhenet, në qet kush tjetër. Filoni ka shumë dordhënë, shumë humanitar ka. Nëse s'ka besuar në Allahun, s'ka xhenet për ta. Të pëlqen ti, nuk të pëlqen, shikoj e vetën dhe leja të filonin. Mos dhimbësh me filoni, që shpëtoj të vetën. Beson në Allahun, beson në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe fitoj këtë xhenetin. E në xhenet nuk flitet me emocione valla, po filoni më dhimbët betash, çish më thon për xhenem. S'ka besuar në Allahun dhe shkon për në xhenem. E ti që je gjallë që tash, fillo pak dhe beso dhe praktiko dhe mundo të kapësh në rrugën e cilat të çon në xhenem. E rruga e cila të çon në xhenet është rruga e Islamit, është devotshmëria tek Allahu, është praktikimi ta praktikosh Islamin dhe të largohesh nga haramat. I pëlqejë dikujt apo nuk i pëlqejë, s'kemi çka me bona. Kjo është vendim, caktimi i Allahut, është ligji i Allahut. Pejgamberi alayhis salam një ditë i tha Umayrit radhiyallahu anhu, "Ya ibn al-Khattab, o i biri Khattabit." Thot dilla imroj njerëzit se la tadkhulul janna illa nafsul mu'mina. Nuk ka në xhennet për vetë se një shpirt i cili ka vdek besimtar musliman. Pra vetëm ai që ka vdek musliman ai ka në xhennet. Në tjetër nuk është e vërtet, siç na akuzojnë disa thonë, jo xhallar shumë let pe bani. Po thoni kush thot la ilaha illallah në xhennet? Nuk e thojnë këtë. Nuk e thojnë kush thot la ilaha illallah në xhennet. Hadithi është men mata wa fi qalbihi dharratun min al-iman dakhala al-janna. Kush vdes në zemrën e tij ka sa një atom iman, do të jenë në xhenet. Pra kush vdes, shpirtin që merr Azraili alayhis salam, tash të dish ja merr, po kush ja merr shpirtin, edhe çaj shpirt është me la ilaha illallah, është të besuar në la ilaha illallah, është të besuar në Allahun, e ki ka në xhenet. Kur kush nuk thot, kush ka thonë la ilaha illallah gjatë jetës. Nëse ki thonë gjatë jetës, ki jetu me ta dhe ki vdek me ta, po, fundi jeta në xheneti. Pa mor parasysh se çka bëhet, çka ndodh me ti në ditën e gjykimit, dënim, a ka me dënu Allah, nuk ka me dënu Allah, çfarë gjendje je, ama fundi jeta në xheneti, se ki vdek me la ilaha illallah. E nuk është e vërtetë se kush thot la ilaha illallah ka hin xhennet. Jo, kush vdes me la ilaha illallah hin xhennet. Se pejgamberi alayhis salam qartë thot, "Men mata wa fi qalbihi dharratun min al-iman dakhala al-janna." Kush vdes dhe në zemrën e tij ka sa një grincë e vogël, sa një atom iman, besim, thot ka në xhennet. Pra gjuma me të cilën flasin banorët e xhenetit është arabishtja dhe ata e përmendin në xhenet Allahun, e madhërojnë Allahun, e lavdërojnë Allahun, edhe pse me këtë nuk din mundim apo lodhje. Se normal të tash me përmendin Allahun, me thaj thuj nimi la ilaha illallah, ki mu lodh pa. Është normale. Edhe pse na stojnë kanë një herë, po çdo 33 shapi thonë si shpejt e shpejt. Por, nëse në këtë dënjë përmendin Allahun shumë normal se ndin lodhje. Në xhenet s'ka më lodhje në xhenet. Urdhra obligimi nuk ka, por çat dhikën që e përmendin Allahun me atë veç çka kënaqen. E ndini fshar qetësie, një fshar rahatie, jo lodhje, s'ka më lodhje në xhenet. Se pejgamberi alayhis salam ka thënë atë nuk ka më lodhje, atë nuk ka mundim, atë nuk ka dhimbje, atë nuk ka sëmundje, atë ka vetëm kënaqësi, atë ka vetëm lumturi. Pastaj thonja pejgamberit alayhis salam, qasrun mashid, një pallat i ngritur, pra xheneti është pallat i ngritur, do të thotë në xhenet ka pallate të larta dhe të ngritura në ajër. Në një hadith të vërtetë thuhet se besimtar në xhenet do të ketë një tend të madhe prej një perle të zbrazët. Do të thonë një tend të madhe me perla të zbrazëta
nga të mirët e xhenetit. Këto I fiton besimtar me çka, me dhikr, me punë të mira, edhe vetëm e përgatit xhenetin e tij. Për shembull, kush e thot këtë dhikr, një pemë ju mbillet në xhenet. Kush e thot këtë, Allah ja përgatit një pallat në xhenet. Për këtë pallat kasrun me shit. Pra kush e thot këtë dhikr, ju përgatitet një pallat në xhenet. Domethënë vjen jot anë xheneti, po me veprat tua, me punën tua, vetëm çka zbukurohet më shumë xheneti. Në xhenet ka dy kopshte. Enët dhe gjithçka që ndodhet në to janë prej ari. Na thojnë se është një xhenet. Allah xhaleshan çka thot në Kur'an, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Kush I ka frikë llogarisë tek Allah subhanahu wa taala, për ta janë dy xhenete. E po çish në xhenet ose desh tash një xhenet edhe një xhenem, një xhenet në xhenem, pejgamberi alayhis salam thot, xhenet nuk ka vetëm një xhenet. Al-jannatu jinanun kathira. Thot xheneti janë shumë kopshte, ka kopshte të shumta. Një xhenet me gjitha sejnë që janë mrenda, janë prej arit. Qëtëri xhenet, domethënë qëtëri kopsh, qëtëri pallat, çka konta janë këtë prej argjendit. Domethënë enët e asaj e të mirë të xhenetit që janë me një vend, me një xhenet janë këtë prej arit, tjetër është këtë prej argjendit. E pejgamberi alayhis salam thot el jannatu jinan, xheneti janë xhenete, pra të shumta. Për personin që e ka një vend në xhenet, ai ka xhenet aty, lloj kopshte ka në xhenet. Po ashtu në një hadith të saktë thuhet se ndërtimet e xhenetit janë me tulla prej ari dhe argjendi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkroi xhenetin duke thonë xhinanun kathira, janë shumë kopshte, pra shumë xhenete, e transmeton Imam Buhariu. Po ashtu në xhenet ka dhoma të mëdha, të cilat nga jashtë duken brenda, edhe nga brenda duken jashtë. Ç'është për imagjinu tash këtë? Çfarë pallate apo çfarë dhoma të bukura, domethënë kur je brenda shef jashtë, kur je jashtë e shef brenda çka ka brenda. E krejt këto janë prej dhomave të xhenetit dhe të bukuritë të xhenetit. Në tjetër thonja pejgamberit alayhis salam nahrum muttarid, thot në xhenet ka lumej që rrjedhin. Domethënë vazhdimisht rrjedhin. E Allah xhaleshani I përshkruan lumejt e xhenetit në Kur'an kështone. Mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun fiha anharun min ma'in ghayri asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharun min 'asalin musaffa. Thot shembulli I xhenetit që është përgatitur apo që është premtuar të devotshmëve, aty ka lumenj me ujë të pastër që nuk prishet. Lumenj me qumsht, shija të cilit nuk ndryshon. Lumenj me verë të shishme për ata që e pinë dhe lumenj me mjallë të kulluar. Pro këto janë lumenjt e xhenetit me ujë që nuk prishet, me qumsht, shija të cilit është e cila nuk ndryshon, me verë të xhenetit, jo verë e kësaj bote e cila ta hub drejtimin së në gjon shtëpinë tonë, dhe lumenj me shka me mjallë. Këto janë lumenjt e xhenetit. Pra qumshi përmend në këtë ajet I referohet qumshit të freskët. Sa I përket verës në xhenet, ajo nuk deh, nuk dikon në mendje, nuk shkakton dhimbje koke dhe nuk ka shije të hidhur. Përkundrazi është jashtëzakonisht e shishme. E për këtë pejgamberi alayhis salam, kush e pi verën e kësaj bote, nuk ka për ta pi verën e xhenetit. Domethënë kush des pa u pendu, thotë nuk ka me pi verë, domethënë ky hadith tregon se çfarë gjunoi I madh është pirja e alkoolit në këtë botë. Në këtë dynjë, pra është prej gjunoheve të mëdha. E për këtë pejgamberi alayhis salam thotë kush e pekin këtë botë, atë nuk ka për ta pinë botën e ardhshme. Pra nëse vdes pa u pendu për këtë gjunoh të madh. Po ashtu mjolti në xhenet nuk është si ai që nxjerrin bletët në këtë botë, por është diçka shumë më e pastër dhe më e përsosur. Thonja pejgamberit alayhis salam wa fakihatun nadija, fruta të shumta dhe të pjekura, do të thotë në xhenet ka të gjitha llojet e frutave që dëshiron shpirti, dhe të gjitha frutat atë janë të pjekura dhe të gatshme, po ashtu në xhenet ka edhe shpenzë. Shpenzë të cilën thotë pejgamberi alayhis salam, për herë do të shikosh shpenzët në xhenet. Shpenzët e xhenetit do të shifësh dhe do të dëshirosh ata. Takona me hungur një prej tyre dhe ata do të bien në duart tuaja të gatshme për t'u ngrënë. Pra shef një shpenzë xhenet, takona me hungur. Jo se këtë dunjë do të
me çifte, po çifte na duhet me mor lejen, ata japin as japin, duhet me dal në një vend caktuar ku me xhutë, me zona nuk e zona e kap, hajt me pjek, me përgatit, me asaj model për hunë. Dhe elisa ta hash. Xhennet kjo kur të shish shpesh të xhennet takona jam me hunger, të vjen përpara teje i përgatitur për me hunger. Dhe pastaj ki shpenzë që e ha besimtari, Allah do ta kthej atë në gjendjen e tij origjinale dhe ai do të fluturojë përsëri. Nëse ha shpenzën, ndiknasin, lezetën e krejt, në fund ai shpenzë kthehet në gjendjen e tij si e ka qenë dhe fluturon. Tash dikush më na dëgjoi thot, vallahi ne na ka du filmat Hollywoodit, se di çfarë filma jeni të fol, çfarë ëndra, nuk janë ëndra. Është premtimi i Allahut. Është në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit alayhis salam. Na i besojna. I besojna 100%, s'kemi pikë dyshimi, se me pas dyshim në të, domethënë atëherë jemi besimtar. Na besojmë gjithçka që na ka ardhur nga Allahu e besojmë. Gjithçka që na ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e besojmë. Edhe këto sende që na kanë ardhur në Kur'an dhe në hadithe për xhenetin, na i besojna. E kush nuk i beson, ai ndoshta nuk ka për mi përjetu, nëse vdes me çat besim. E na i besojna inshallah me shpresë që Allah xhaleshat na i bëjë nasib xhenetin. E fjala tjetër e pejgamberit alayhis salam wa zawjatun hasna'u jamila, një bashortë e bukur dhe e hishme. Pra gratë e xhenetit janë të bukura. Në një hadith është e vërtetuar se gratë e banorët e xhenetit kanë shamia mbi kokët e tyre. E thot pejgamberi alayhis salam, shamia që e bardh gruaja në xhenet, jo se ka obligim, jo se diçka, po kjo shami vetëm që shton bukurinë më shumë. Tash minë ata anti-islamistët, edhe gjepim lojshi grata. Boll këtë botë keni mbulu tash edhe gjepim lojshja. Nuk ka punë obligimi, sa se e ka obligimin u. Po ajo e keni pasur në këtë botë disa që qesin do vetëm për heshit do shamia. Atë se çfarë shkon me modën, e tash për çesën e shami, se moda e kërkon çto. Ato nuk e qesin xhenet se e kanë obligim, vetëm për heshit, më shumë ja shton bukurinë asaj. E thot pejgamberi alayhis salam, shamin të cilën vendon mbi kokë gruaja në xhenet, thot ajo është nuk krahasohet me të gjithë kjo botë dhe çka ka në të. Këtë dynjë, me të mirët e saj që ka në të, nuk krahasohet me shamin e asaj gruas që në xhenet. Edhe ajo është vetëm për me ashtu bukurinë, zbukurohet me të më shumë. Gratë e xhenetit janë virgjeresha. Do të thotë se sa që besimtari ofrohet gruas së tij, ai do të jetë virgjeresh. Përkundër numrit të madh sa ka numri i madh i grave në xhenet, atje nuk do të ketë urrëqe, nuk do të ketë xhelozi, nuk do të ketë inati, sepse Allah xhaleshan do të pastron zemrat e tyre nga këto sëmundje. Këtë botë janë këto prezent, xhelozia, inati, urrëqja, kuj diçka pse kjo ashtu, pse kjo. Në xhenet nuk e kanë këtë problem gratë. Këtë botë. E në atë botë Allah xhaleshan ja pastron zemrat. Dhe besimtarja devotshme nga bijtë e Ademit është më nderuar dhe më e madhe tek Allah se sa hyrit e xhenetit. Na shpesh dëgjojna hyrit e xhenetit, si hyrika, na hyrit e xhenetit, kuj diçka. Gruaja muslimane e kësaj bote, kur vdes dhe hyn xhenet, është më nderuar dhe më e madhe, më me vlerat e Allahut se sa hyrit e xhenetit. Hyrit e xhenetit janë gratë banorët e xhenetit që janë krijuar nga një krijesë tjetër, jo nga lindja, si nderim për besimtarët muslimanë në xhenet. Edhe fjala hyri do të thotë bardhësia e madhësive, hurul ain. Ain është shumë si fjalës ain dhe siti kanë të mëdhenj. Pra sitë të tyre, kjo e bardhësive është shumë e bardhë. Edhe kjo pikë e zi, kjo rreth i zi këto është shumë i zi. Hur. Kur thujmë hur, dhe me thonë siti ka të bardhën shumë të bardhë ka, të zezën shumë zezë dhe sitë mëdhej kanë. E përke që thujnë hurul ain. Allah xhaleshan thot për ato, kur i përshkruan hyrit e xhenetit, thot ata janë si rubinat dhe margaritarët. Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. Ato janë vajza të bukura të njerëzve të nderuar dhe secila prej tyre ka aq pastërti, aq si janë të pastërta, gratë e xhenetit, thot sa që mund të shihen kockat e saj përmes lëkurës. Bukuria e një gruas në xhenet, që si përshkruhet në Kur'an dhe në hadith, thot kockat e saj në trup, thot për jashtë lëkurës shifën kockat, çfarë si janë të pastërta dhe të bukura banorët e xhenetit. Pejgamberi alayhis salam thot, në xhenet nuk ka beqar. Dhe më thotë të gjithë janë të martuar.
Apo kesh një beqar. Në xhennet nuk ka beqar. Dhe më thonë, edhe ai që ka vdek fëmijë, edhe ai që ka vdek 20 vjet, ai që ka vdek 15 vjet, ai që ka vdek që nuk ka martu këtë dunjë hiç, edhe ka vdek besimtar, në xhennet nuk do të ketë beqar. Të gjithë janë moshën 33 vjeçare dhe të gjithë do të jenë të martuar. E nëse dikush tash i martuar këtë botë, mos mërzitet shumë se inshallah mundohet me vdek besimtar, e atje nuk do të jetë beqar. Dhe në fund thot pejgamberi alayhis salam fi muqamin abadi, në një jetë të përjetshme pafund, fi hubratin me gëzim dhe nadratin dhe shkëlqim. Pra një jetë e përjetshme pafund me gëzim të përjetshëm dhe me shkëlqim të përjetshëm. Pra kështu që fytyrat e banorëve të saj të xhenetit janë të bukura, sepse ata nuk kanë asnjë shqetësim aty në xhenet. Për këtë gjithmonë kanë pas fytyrat e bukura banorët e xhenetit, sepse nuk kanë shqetësim në xhenet. E këtë botë i bukur deri dikon të na këtë fillosh mu plak, kjo gal, kjo djertë, kjo rrudhë, kjo fillon mu keqave, mu prishe, ka fundi me pas shumë gale, shumë djertë, fëmija pastaj me bë mos më kon të hajrit, e nullzohet dhe këtjera gale tonë, e këtë plakësh ma nuk shirësh. Për djertë atë kësaj bote. A xhenetli do qenë përgjithmonë të bukur, të lumtur, të gëzueshëm edhe me fytyra të ndriçuara. Dhe në fund duhet të dihet se kënaqësia më e madhe ka dhe shumë me fol për xhenetin. Po unë mos të marr vetëm këtë hadith, po ajo që si thonë ka paki gjitha këto të mira të xhenetit është kur banorët e xhenetit e shohin Allah subhanahu wa taala. Kjo dashuria, kënaqësia, lumturia më e madhe. Ata e shohin Allahun pa formë, pa vend dhe pa drejtime. Nuk thuhet se Allahu në xhennet apo jashtë xhennetit, po e shohin Allahun pa vend, sepse gjithmonë ka qenë pa vend, ka ekzistuar edhe ekziston gjithmonë pa vend. Banorët e xhennetit janë në xhennet. E kur ta shohin Allahun, kjo është kënaqësia më e madhe. Bile juve një zonë thotë, "O banorët e xhennetit, apo doni diçka më mirë më?" Thonë, "Çka ka më mirë se kjo? Masi ti shohin këtë mirë të xhennetit." Edhe pasi që thotë nuk ka vdekje më për juve, nuk ka smundje, nuk ka galje derde, kënaqni këto për gjithmonë. Thonë, "Çka ka më mirë se kjo?" Atëherë shohin Allah subhanahu wa taala dhe kjo do të jetë kulmi i kënaqësisë. Disa njerëz, për shembull evlijat, pejgamber, njerëz të mirë, Allah xhaleshon e shohin dy herë në ditë. Disa besimtarë shohin një herë në javë. Shumë, domethënë bazë vendit që ka në xhenet, edhe ashtu do ta shohin Allah subhanahu wa taala. Edhe në fund pejgamberi sahabët i thonë pejgamberit alayhis salam, pasi që lexon këtë hadith, fillim ai u tha hal mushammirun lil janna, a ka dikush që përpiqet ta fiton xhenetin? Sahabët në fund thonë nahnu al mushammiruna ya rasulullah. Ne jemi ata që do të përpiqemi o i dërguari i Allah. Dhe pejgamberi alayhis salam ju tha qulu insha Allah. Thuni insha Allah. Hadi mos mbani më hujum na do ta fitojmë, thuni inshallah me lenin e Allahut, me dëshirën e Allahut, nëse don Allah dhe ai na jep mundësinë që na ta praktikojmë këtë Islam, të krijmë urdhrat e Allahut e me mëshirën e Allahut ta fitojmë pra xhenetin. Pra lum për ata që punojnë për jetën e tyre të amshëshme për xhenetin, sepse kënaqësitë e kësaj bote krahasuar me kënaqësitë e përjetshme të botës tjetër janë si asgjë. Për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ma dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Thot çfarë është kjo botë në krahasim me jetën tjetër, përveç asaj që bën dikush duke futur gishtin e tij në deti dhe pastaj të shikoj se çfarë ka mbajnë gishtin e tij. Thot shembulli i kësaj botës me botën e jashtme, sikur ti më mor gishtin me shtin në deti, edhe me nxjerr gishtin. Kjo që janë dorën tënde, kjo lagështia që ka me në gishtin tënë, në krahasim me detin, shka? Sikur gjoheq. Dhe me thonë, të mirë të kësaj bote, në krahasim me xhenetin, janë sikur si asgjë, sikur mos me ekzistu. Dhe me një hadith tjetër në fund, thot pejgamberi alayhi salam, "Mawdi'u sawti ahadikum min al-jannati khayrun min ad-dunya wa ma 'alayha." Thot vendi ku rri shkopi njerit për jush në xhennet, është më i mirë se sa kjo botë dhe gjithçka që ndodhet në ta. Ta shkopin. A që se kena në xhenet ka pas shkopin mu majt, bastona, shejtojnë, a di mu majt, kur plakët. Po, pejgamberi islam kështon bile saut, është e kamxhikun. Ai që për mi rrejt qertë, thot tash këta nësha të kamxhik në shkopin në tokë. Sa ka me zonë vend aja te? Mos e zën 1 metër katror atë. Një vend vogël. Thot çaj vendi në xhenet, çaj vend në xhenet
thot është më mirë se këtë dunjë që ka në ta. Sa ka me zonjë shkopin e në tokë, sa po zem. Të qaj vendi, ashtë sa zën shkopin në tokën e xhenetit aty, të qaj vendi ku e zën shkopi, se e zën shkopi, thot është më mirë se këtë dunjë që ka në ta. E para me në xhenetit, thamë, pra mi fund që do të hinë xhenet e ka xhenetit sa 10 herë kjo botë. Dhe prej veçorive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se ai është i pari që do ta mbajë dorëzën e derës së xhenetit, për me çel xhenetin. Dhe do të tërkose për të hapur. Pastaj meleku i portës së xhenetit do t'i thotë, kush është? Pejgamberi alayhis salam do t'i thotë Muhamedi. Dhe melajka do t'i thotë, mua më është urdhëruar që të mos hap derën për askën përpara teje. Pra mos t'ja hapi këtë derë kurkuj para teje o Muhammed. Ti je i pari që do të ish në xhennet. Ti do të futesh komën tonë në xhennet, i pari, edhe pastaj do të vinë mas pejgamberët e grupe, sipas punëve, besimtarët musliman do të hinë në xhennet. Kur është shpitur Imam Maliku, i thojnë kur është rahatia. Thot rahatia është kur ta vendosh komën tonë në xhennet, atje është rahatia. Para asajna nuk ka rahati. Dhe ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmban 70.000, bazë një hadithi, 70.000 njerëz me ftira si hana në natët e plota, të cilët do të hinë në xhenet për një herë, pa llogari dhe pa dënim. 70.000. Ftyrët e tyre janë si hana e plot. E pat para ditrinat, ka hana e plota, ka shumë e bukur. E thot 70.000 prej ummetit Muhammed alayhis salam do të hinë në xhenet pa llogari dhe pa dënim. Ata janë evlijat, njerëz të mirë nga robërit e Allahut. Dhe pas tyre do të ketë njerëz me ftira si yjet më të ndritshme. Disa yje që i shohin përveç hanës, si i shohin në qiell, dhe me çdo me çdo 1.000 këtij 70.000-ve, thot nga këta 70.000 do të hinë 70.000 të tjerë në xhenet pa llogari. Do të thonë 70.000 me sicon 1.000 të këtij 70.000-ve, me sicon 1.000 janë 70.000 tjerë që do të hinë në xhenet pa llogari. Nga ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe një nga veçoritë e këtij ummeti është, dhe e fundit kjo, pekrina me çket. Një nga veçoritë e këtij ummeti është ajo që ka ardhur në hadithin e vërtetë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thot nahnu al-akhiruna as-sabiqun. Thot ne jemi të fundit në ekzistencë, por të parët që do të hyjnë në xhennet. Po jemi ummeti i fundit që kemi ardhur në këtë dunjë, po të parë që të hinë në xhennet. E mjafton kjo krenari që e kemi na jemi ummeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allah Taala për hatër të muajit të shenjtë Ramazanit, për hatër të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, në këto ditët e faljes që jemi tash ditët e faljes të Ramazanit, inshallah Allah na ka fal gjunat tona, se me të vërtetë jemi gjunaqar, po më i mirë gjunaqar është ai i cili pendohet dhe atij që ja fal Allah subhanahu wa taala. Inshallah që Ramazan bën sebeb dhe shkaq që ne të na falin gjunat tona, të pastrojmë nga gjunat tona dhe lutim Allah subhanahu wa taala që me mëshirën e tij të na fusë në xhennet, se me të vërtetë na si njerëz që jemi nuk e meritojmë atë xhennet i cili gjerësia të cilit sa gjerësia e qeve dhe tokës, po inshallah me mëshirën e Allahut do të hyjmë në xhennet. E lutim Allah subhanahu wa taala të na pranon lutjet tona, adhurimet tona dhe çdo vepër të mirë që e bëjmë për Allah subhanahu wa taala. Dhe në fund të lutim Allahun kur të dalim prej kësaj bote, të dalim duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.